Përshëndetje shenja e krepit. Sot do të interpretojmë kartat për javën 1-7 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale, ju jeni duke qëndruar të qëndrueshëm dhe të përkushtuar me kalorësin e monedhave, por emocionalisht ndjeni pak të mbyllur ose si të rezervuar me 4 monedhat. Dhe 3 shpatat sugjeron një plagë të brendshme apo zhgënjim që mund të ketë ndikuar në vetbesimin tuaj. Megjithatë, 9 monedha tregon që ju po e rimerrni fuqinë tuaj, duke u mbështetur vetëm tek vetja dhe duke ndërtuar sigurinë personale, por duhet të lëshoni gripin e frikës, sepse shërimi vjen duke u fokusuar te bollëku juaj i brendshëm. Në familje, kjo fushë paraqet intensitet dhe mundësi për transformim. Mbreti i shpatave dhe perandoresha tregojnë një figurë autoritare dhe një figurë ushqyese në familje, ndoshta në kontrast me njëri tjetrin, por faqa e monedhave ju fton të jeni të hapur ndaj mësimeve ose përgjegjësive të reja në raportet familjare. Vdekja sinjalizon një mbyllje apo ndryshim të madh në këtë raport. Mund të jetë fundi i një dinamike që nuk ju shërben më. Pranoni ndryshimet e pashmangshme për të krijuar lidhje më të shëndetshme dhe të reja në të ardhmen. Në dashuri, kjo është një javë me energji të thellë dhe intuitive. Mbreti i kupave tregon ndjenja të thella e të pjekura që dikush mund të ketë ndaj jush, ose që ju i ushqeni për dikë tjetër. Kryepriftëresha sugjeron që shumë nga ndjenjat nuk janë shprehur hapur, ka mister, heshtje apo intuit të fortë. Dy shkopinjt tregojnë një vendimarrje në horizont dhe rrota e fatit sjell një kthes. Gjithçka mund të ndryshojë papritur. Dëgjoni intuitën në lidhje me personin tuaj dhe lëshoni kontrollin për të lejuar fatin të drejtojë drejt një bashkimi më të thellë. Për sa i përket punës, në aspektin profesional, 7 shpatat dhe hëna mua më flasin për paqartësi, iluzione ose një mungesë të theksuar të transparencës. Unë do thoja kujdes nga keqkuptimet apo njerëzit që nuk janë të sinqertë. Megjithatë, 3 kupat sjell mbështetje nga miqt. Nga miqt ose kolegët, dhe me 9 kupat thuhet që pavarësisht gjithçkaje do të ndiheni të përmbushur ose do të arrini një qëllim që e keni dëshiruar fort. Unë do të thoja që të mos besoni në gjëra të paqarta, të dëgjoni intuitën për të arritur atë plotësimin e vërtet pas sfidave, sepse Prism Oracle ka flow dhe flitet për të lëshuar atë kontrollin e tepruar, që të ecni me rrjedhën, pra ka gjëra që do të shfaqen natyrshëm, por kur të ndaloni atë përpjekjen për kontroll, kjo është një javë ku unë do thoja që fuqia juaj transformuese do të shkëlqejë. Ju do t'i lëshoni ato plagët, duhet të pranoni ndryshimet dhe ta dorëzoni veten në krahët e valve të rrjedhës. Unë ju përqafoj dhe deri herën tjetër, kujdesuni për veten. Paçim.